Qyshim, kam paruar në Modena për ushtarak. 7 vjetë akademin ushtarak e Modena, një akademit më të mira të Europës. Dakor? Erdi. Në regullë, erdi këtu. Arredi Gradë Major. Shëbeu tek në mbretjet. Jo, kur italianët dojnë të afusin në ushtrinë e ti, tha unë jam betuar një herë për klamurin, nuk betohen për fashizm. E internuan. U këthyë, erdi partia bolshevike. Dhe tha, e njësës problemi ka shumë slavë këtu, dhe nga slavët zvinë në gjë e mirë, dhe unë porin neutral. E morën, e zveshën, e internuan. Dakor? Dhe ishte një figurë madhore e ushtrinë. Në qofse ne, kokat e mëdha, të këti vëndi që provon këj vënd, në çdo 30-40 vjetë, i bluaj, i bëjmë ishte grirë, i qënë pension, i qënë emigracion, këj vënd do rri gjithmonë në duart e eksperimentuzve të radhës. Po të thot, alegoria kjo është. Kërën do të një kasë, nuk kërën do të një ditë qëndrushme. Kjo është pra. Tjetër gjë shkurtime drastike, se ishim të panevojshme. Koka në më dha të këti Rasin e në erdi unë e di, nuk po të rasin për një Ne të dy kemi pasur një mik, Gamos Pasko. Nuk ka qenë ushtarak i thjesht tani, le, mos do bëjmë biografinë e familjes time. Ashtu. Për Gamos Pasko. Se tu gjithë familjen ndëruar në të studio, nuk ka një asë për Tani, ka i problem. I ndjeri Gamos Pasko, miku im dhe i turit, pak të nuk e di kush ka pas tjetër këtu, e ka gjetur buxhetin shtetit në vitin 91 me $6 milion gjendje. Kaq, nuk flas më tash. Dakor. Gjendje. Dhe bëri terapi shok që edhe u interpretuar atë që mbratë ushtrinë me 100. Kurse në 97-ën si shkoj? Kjo që panel shumë. Kjo që panel. Po flisa për tjetër. Po ata kishin $6 milion pak.